Tani nga libri i profetit Isaia është kapitulli 49 dhe nga paragrafi 13. Pra libri i profetit Isaia, kapitulli 49, paragrafi 13, me hirin e Zotit tonë Jezu Krisht. Nga zëlloni o qiej, gëzohu o tokë, dhe lësho brit magazimi o male, sepse Zoti ngushëllon popullin e tij dhe i vjen keq për të pikëlluarit e tij. Por Sioni ka thënë, Zoti më ka braktisur, Zoti më ka harruar. A mundet një grua të harroj foshnjën e gjirit dhe të mos i vije keq për fëmijën e barkut të saj? Edhe sikur ato të harrojnë, unë nuk do të harroj. Ja, unë të kam gdhendur mbi pëllëmbë të duarave të mia, muret e tua më rrinë gjithnjë para syve. Bitë tu do të shpëtojnë, shkatërruesit e tu dhe rënuesit e tu do të largohen prej teje. Ngrej sytë e tu rreth e qark dhe shiko, të tërë ato po mblidhen dhe po vinë, ashtu si që është vërtet që unë jetoj, thot Zoti, do të vishesh me tërë ata si me një omament, dhe do t'i lidhesh mbi veten tënde ashtu si bën nusja. Prandaj vendet e tua të shkreta dhe të pikëlluara dhe vendi yt i goditur një herë nga shkatërrimi do të jenë tani tepër të ngushtë për banorët, ndërsa ata që të glabronin do të jenë mjaft larg. Fëmijët që do të kesh pas tyre që ke humbur do të thonë në vesh, ky vend është krejt i ngushtë për mua, bëm më tepër vend që të mund të vendosëm. Atëherë ti do të thuash në zemrën tënde, kush i ka pjell këta? Unë në fakt isha i privuar nga fëmijët e mi, isha shterp e mërguar dhe dëbuar sa këtej dhe andej. Këta kush i rriti? Ja, unë kisha mbetur vetëm dhe këta ku ishin? Kështu thot Zoti, Zoti. Ja, unë do të ngre dorën time mbi kombët, do të ngre flamurin tim mbi popujt. Atëherë do t'i sjellin bitë e tu në krah dhe vajzat e tua do t'i sjellin mbi supe. Mbretërit do të jenë baballar tuaj, birësues dhe mbretëreshat e tyre do të jenë si tuajat, si tajat tuaja. Ata do të bien përmbys para tejet me fytyrë për tokë dhe do të lëpin pluhurin e këmbëve të tua. Kështu do të mësosh që unë jam Zoti dhe ata që shpresojnë tek unë nuk do të turpërohen. A do të mund t'i shkëputet vallë preja të fuqishmit, apo të çlirohet i burgosuri që është i drejtë? Po kështu thot Zoti, edhe i burgosuri do të qohet tutje dhe preja e tiranit do të shpëtohet. Unë vetë do të luftoj me ata që lufton me ty dhe do të shpëtoj bitë e tu. Do të bëj që shtypësit e tu të hanë mishin e vetë dhe do të dehen në gjakun e vetë si të ishte musht. Atëherë çdo mish do të pranojë që unë Zoti jam shpëtimtari yt, çliruesi yt i fuqishmi i Jakobit. Amen, fjalës të Zotit. A mund të heqësh nga dora e plaçken ati që ka fituar? Është bërë një betej, një luftë, dhe ushtria më e fortë e ka mposhtur ushtrin tjetër që ishte më e dobët. Dhe ai më i forti, ushtria më e fortë, ka marrë plaçken e luftës. Ka marrë plaçken nga armiqtë e tyre. I ka marrë në ushtrinë e vet, i ka ruajtur, janë plaçka e luftës, janë plaçkët e betejës dhe bëhet më i fortë. Tani pyetja është se kush mund t'i çliroj këtë plaçk? Kush? Ushtria më e dobët humbi. Është i dobët, është gati i mbaruar, do të thoje dikush se është i humbur për gjithmonë. A ekziston vallë, shpresa, që ajo plaçk që mori armiku, që është më i fortë,
të hiqen prej ti, thot fjala e Perëndis. Kush mund të çliroj ato që janë në robëri, robër, për shkak të fajt të tyre, për shkak të fajeve të tyre, për shkak të shkeljeve të tyre, për shkak të mosbindjes të tyre në fjalën e Perëndis, gjenden në robëri, robër në duart dhe në ushtrinë e armikut. Kush? Perëndia mundet. Vetëm Perëndia, vetëm Zoti mund të çliroj. Edhe ato që me të drejtë janë në robëri, por edhe të marrë plaçkën mbrapsht. Vetëm Zoti. Është me të drejtë që janë në robëri, për shkak të mëkateve të tyre, për shkak të pakujdesisë së tyre, vajtën në robëri nga armiku i shpirtit dhe nga princi i kësaj bote, i mori në robëri, i robëroi, ato mendojnë se janë të lirë, por në të vërtetën janë në robëri, sepse nuk mund të mos bëjnë mëkatin. Vetëm mëkatin mund të bëjnë dhe asgjë tjetër. Janë robër dhe mundësisht me të drejtë në robëri. Do të thoshte dikush se po të mos ishin me të drejtë në robëri, do të bëhej një gjyq, do të bëhej diçka të çliroheshin, por janë me të drejtë në robëri. Dhe nga ana njerëzore nuk ekziston asnjë lloj forcet, asnjë lloj fuqie që të mund t'i çlirojë. Dhe aq plaçka të kthehet tek ata. Por Perëndia thot, kështu thot Zoti, edhe robërit do të çlirohen, edhe plaçka do të hiqet prej tyre, të fortër vet. Përse sepse është fjalë e Perëndis, dhe kur Perëndia thot fjalë, Zoti e bën. Këtë duhet ta besojmë ne si popull i Perëndis, sepse nuk është forca e jona, nuk është forca jote apo e imja, por fatmirësisht se ne nuk kemi forcë, por kemi Perëndi të fuqishëm. Aleluja. Dhe kur Perëndia thot se kështu thot Zoti Perëndi, Perëndia e bën. Aleluja. Lavdi Zotit. Shikoni të gjitha profecitë e shkrimit, të gjitha dolën të vërteta, ato që flasin për Jezu Krishtin dhe të gjitha profecitë që u bën. Falenderojmë Zotin. Sa herë shohim në Dhjatën e Re që thot, kjo është e shkruar nga profetët, nga Mojsiu, nga Dovidi, nga Isaia, pra të gjitha premtimet e Perëndis u përmbushen sepse Perëndia jon është i fortë dhe i vërtet. Dhe ato që ne nuk mund të bëjmë, ato që ne nuk mund të shohim, ato Perëndia mund t'i bëjë. Gëzohuni o qiej, thot Perëndia. Ngazëllohu o tokë, të gëzohesh me një gëzim të veçantë. Këshilla e Perëndis, lëshoni britma gëzimi o male, sepse Zoti ngushëlloi popullin e tij dhe i vjen keq për të pikëlluarit e tij. Sa i mrekullueshëm është Perëndia jon, vëllezër dhe motra. Kujdesi i tij, dëshira e tij dhe meraku i tij është për popullin e vet që ta ngushëlloj, nga që është i pikëlluar, dhe ta mëshiroj, t'i jape dashuri, t'i jap ta mbuloj. Por Sioni thot në paragrafin e 14, Sioni tha, pra kisha tha se Zoti më ka braktisur. Zoti më ka harruar. Po, kjo është gjendja ku shpesh herë shohim veten tonë që Zoti më ka braktisur, Zoti më ka harruar, dhe mundësisht vet ajo grua thot, tek paragrafi 21, thot se unë nuk kam fëmijë, jam e privuar nga fëmijët, nuk kam fryt të frymës të shenjtë, siç mund të themi sot. Kam humbur atë fryt që kisha dikur, nuk kam fryt që të dëshmoj emrin e Zotit. Dikur dilja, flisja fjalën e Perëndis, kisha prezencë, guxim në ambientin ku isha, në punën time, në shkollën ku isha, kudo që isha, dhe tani shoh një dobësi në zemrën time, në gojen time, një dobësi, dhe jam pa fryt. Jam pra e privuar nga fëmijët e mi, thot. Jam e shterp
e mërguar dhe dëbuar sa këtej dhe andej. Në mes shumë të mirash mbase, por mund të ndjehem vetëm. Dhe të ndjesh atë vetmi dhe të thuash Zot, përse jam i vetëm? Dhe psalmisti e derte zemrën e tij përpara Zotit duke thënë se jam i pikëlluar, i pangushëlluar, i mërzitur, mund të shkoj me popullin dhe me popullin duke ngazëlluar përpara shtëpisë të Perëndisë, bashkë me gjithë popullin që të lavdëroj ty o Zot, por unë këtu jam i vetëm, jam i pikëlluar, me kam mbytur vetmia. Jam në robëri, thot ajo grua, ndërsa e çliroi shpëtimtari i saj, Jezu Krishti, përsëri ra në prangat e robërisë. Përse? Sepse nuk ruajt. Nuk pa cilat janë urdhërat e Perëndisë që t'i zbatoj, nuk i dha rëndësi fjalës të Zotit, nuk ju bind këshillave të frymës të shenjtë, por dëgjoi thirrjet e kësaj bote, ashtu sikurse e vtiqi që ishte në dritare, edhe pse ishte brenda në kish, kishte dalë në dritare dhe shikonte për jashta. Jashtë është errësira, kurse brenda është drita. Çfarë deshe vallë? Errësirën e botës deshe. Errësirën e kësaj bote dhe shef për jashta nga dritarja. E vtiqi ishte i lumur se pavarësisht se ra nga dyshemëja e tretë, e mëshiroi Perëndia dhe e ringjalli Zoti. Dhe kështu që grua ndjehet në robëri, dhe nëse sot ndjehesh si rob, nga që një mëkat të ka lidhur, dhe mundësisht mëkati që të përshtjellon, siç thamë rrallën e kaluar, ta dish se ka shpresë, është Jezu Krishti, Zoti. Ishte ajo grua që lëvizej, e dëbuar, sa andej këtej, dikush e shtynte nga njëra anë, tjetri nga ana tjetër, dikush folte këndej, dikush tjetër nga ana tjetër, e akuzonin. Çfarë thonin njerëzit e botës? Çfarë thonin njerëz që akoma ishin njerëz gjoja të Perëndisë, por nuk ishte fjala e Perëndisë mbi ta, nuk ishte e vërteta e ungjillit mbi ta. Dhe zemra e saj është që dëbohet si andej si nga ana tjetër. Ku është e vërteta? Ku do ta gjej të vërtetën? Një është e vërteta, vëllezër dhe motra. Jezu Krishti, fjala e Perëndisë tonë. Një është e vërteta. Dhe kjo ashtu sikurse ajo grua ndjen atë nevojë dhe atë gjendje në të cilën ja bën të njohur Zotit, domethënë e qenë të këmbët e Zotit duke thënë se Zoti më ka braktisur, Zoti më harroi, të tjerët i nderon, për mua më ka harruar Zoti. Dhe shihni vëllezër dhe motra, gjithë secili le ta shohë veten e vet në marrëdhënien tonë me Perëndin, duke parë gëzimin e vëllezërve, bekimin e vëllezërve, lavdërimin, ne shohim më tepër pikallimin ku mbase është zemra jonë në të, dhe tregojmë ankesën tonë tek Perëndia duke i thënë se me braktis o Zot, më ke lënë. Unë tani jam larg dashurisë sate, larg hirit tënd, dhe Perëndia ka fjalë që drejtohet tek ne. Ka fjalë me frymën e shenjtë, vëllezër dhe motra. A mundet një grua të harroj foshnjën e saj, që të harroj fëmijën e barkut të saj? Shiko gratë e kësaj bote. Shif nënat e kësaj bote. A ka dashuri më të madhe në këtë botë nga dashuria e nënës, jo vetëm ndaj fëmijës së saj, por tek foshnja që i jep të pijë? Dhe përse na thot për një foshnjë dhe nuk na thot për një fëmijë? Foshnja që pin xhirin e nënës është plotësisht i dobët ai për atë. E vetmja shpresë e tij është nëna e tij, që t'i japë të haj, ta ushqej, ta pastroj, ta mbuloj, të mos ftofet, nga nëna pret, dhe vetëm nga nëna e tij. Ua kam thënë dhe herë tjera, vëllezër dhe motra, ta them dhe një herë,
një eksperiencë që kisha me djalin tim, nuk ishte foshnjë që të pinte gjinj, por ishte rreth 2 vjeçar në shkallën e shtëpisë. Kemi një shkallë për brenda, dhe nga sa loznim së bashku, vinte në shkallën e dytë, të tretë, nuk më kujtohet ku, dhe hidhi dhe e prisha në përqafimin tim. Dhe çështë ishte loja e tij, gëzimi i tij kjo. Loznim shpeshherë këtë. Një ditë kthehem nga puna, sapo hapa derën e shtëpisë, shkalla ishte rreth 3 metra larg derës, e shef fëmijën në shkallën e 4. Me shef fëmia i vogël, me shef, qeshi, baba, dhe bëj dhe hidhet në ajër, vëllezër të motra. Po, në atë moment, vëllezër të motra, u prish dunjaja për mua. Si e arrita, e kapa pak përpara se të binte në dysheme. Dhe kur e kapa dhe e mbaja në përqafimin tim, ai të qeshte, ai gëzohi, kënaqej, baba, nuk kishte kuptuar asgjë. Vëllezër dhe motra, Zoti don të mos kuptojmë asgjë, të shijojmë përqafimin e babait, të atit ton Perëndi, sepse ati është ai që interesohet për ne. Ati është ai që do të interesohet për ne. Aleluja. Unë në atë moment humba 5 vjet nga jeta ime, t'ju them të vërtetën, por kur e mbaja kështu, e shtrëngoja në përqafimin tim, erdhi fryma e shenjtë dhe më tha brenda me jetë, hapa të tilla besimi do të bësh edhe ti drejt me jetë. Shpeshherë është nevoja të bëjmë hapa besimi, shohim para nesh shkretirën, shohim greminën dhe na thot Zoti përparo. Dhe thua tani ku të shkoj? Derisa është shkretir, ku të shkoj o Zot? Do të humbas nga etja, nga uria, do të ushqej unë. Ma është gremin, do të bje, do të coptohem. Dhe përsëri kishte treguar Zoti një vëllezërit që po ngjiteshin në një malore shumë të fortë, dhe vëllezërit shkonin të gjithë, dhe kur arritën në një vend që ishte gremin, jep urdhër Zoti dhe ju thot tani bën një hap. Dhe askush nuk bëri hapin, askush nuk ecte. Ku të shkoj? Të bëj hap në drejt humnerës? Askush. Dhe pas pak oret një vëlla mori vendimin dhe shkon të bëj një hap për të rënë në gremin nga që e thatë Zoti. Hap frymëror është ky. Bëri hapin dhe sapo e bëri hapin, 2 krah të mëdhenj si të shqiponjës, shumë të mëdhenj, dolen nga krahet e tij dhe vazhdon të fluturoj lart në thellësitë e Perëndis. Dhe pastaj një nga një vëllezërit e ndoqën. Kishte që u shtua besimi i tyre, por Perëndia vëllezër kur të thot përparo o biri im, nuk na thot që të humbim, që të humbasim, por na e thot se ai do të interesohet për të gjitha. A mundet një grua të harroj foshnjën e vet dhe shohim në ditët tona, edhe nëse ndonjë grua sot mund ta harroje fëmijën e saj dhe të mos i japet të nevojshmet, thot Zoti se unë nuk kam për të të harruar. Edhe nëse një nën do të harroje foshnjën e vet. Unë s'kam për të të harruar dhe do ta besojmë vëllezër dhe motra. Mbi pëllëmbet ose mbi duart e mia të kam vizatuar. Dora është një pjesë e trupit tonë që mund ta shohim çdo moment dhe Zoti të shef gjithmonë. Ajo që kalon, vështirësia që kalon e shef Zoti. Nuk është larg pikëllimit tënd Krishti. Aleluja. Muret e tua, do me thënë, qëfar ke rreth e qarktejet, kufint e tu, të gjitha janë përpara mejet. Qoftë kjo vendi ku banon, qoftë koha në të cilën je, të gjitha janë në duart e të plotfuqishmit. Të gjitha janë në duart e Perëndis tonë, përpara mejet gjithmonë, dhe vazhdon tani premtimet e tij Perëndia, sepse Perëndia në pikëllimin tënd dhe në vetmin tënde dhe aty ku nuk ke fryt akoma, kur të shoh ty që ke marrë një vendim të qëndrueshëm, që të qëndrosh pranë Perëndis,
të jesh i bashkuar me Perëndin, një me Zotin, nëpërmjet frymës të shenjtë, do të vi të jap premtimet e tij. Bitë tu do të vinë me nxitim, do të vazhdoje pra të duket frytit. Ato që duan të të shkatërrojnë dhe të bëjnë keq, do të largohen prej teje. Të gjithë ato që të shkatërronin, të bënin keq, do më thënë të bënin që të ishe i vetëm apo e vetme dhe të mërzitnin, do të largohen prej teje. Dhe ne, vëllezër dhe motra, ajo që na bën keq është vetëm mëkati. Mëkati është ai që na bën keq dhe na shkatërron, vëllezër. Dhe thash dhe përsëri e them, vëllezër, se kemi nevojë për të fortin që të na çlirojë nga skllavëria jon. Në shëtrim na thërret Zoti që të jetojmë. Nuk na thërret, le që na thërret nga bota sikur botën, por Zoti thërret një popull të shenjtë, të pastër, të veçuar nga bota, larg mëkatit. Dhe nëse jam mësuar dhe më është bërë e zakont mëkati në jetën time, dhe ndërsa robën time ma pastroj Zoti dhe ma zbardhi, tani është një losur, qoftë pak apo qoftë shumë, sot të kërkoj gjakun e Jezu Krishtit të më pastroj dhe të më laj nga mëkatet e mia, të më çliroj nga lidhjet që mund të kem rënë, nga prangat që jam lidhur, sepse mund i krishteri të bjerë, patjetër që mund të bjerë edhe i krishteri, dhe mundësisht edhe në shpejt mund të bjerë në pranga, që ose nuk ruhet, por Perëndia ka zgjidhjen të thej prangat e mëkatit me një lutje. Kujtoje, s'është nevoja të bësh shumë gjëra, një lutje mjafton, një lutje nga thellësitë e zemrës sate. O Krisht, shpëtom, o Krisht, më çliro. Ky është ungjilli, vëllezër dhe motra. Ky është Krishti jon, vëllezër dhe motra. Lartëso të parit tënd dhe shif se të gjithë ato që mblidhen kundër teje. Unë rroj, thot Zoti, dhe ti do të vishesh me të gjithë këto dhe si një nuse do të stolis. S'do ta bësh ti këtë stolitje, por Zoti do ta bëj. Vendet tua të shkreta do të jenë shumë të ngushta tani për banorët e tu. Ato do të largohen prej teje. Dhe pa pritur pra do të shohësh shumë fryt në jetën tënde. Do të mblidhet fryt i frymës të shenjtë, do të mbushësh me dashuri, me gëzim, me paqe. Tani ka betej, shef në jetën tënde që ka beteja, luftë në familjen tënde, në punën tënde, në ambientin tënd. Perëndia vjen për të të dhuruar paqe, sepse është Perëndi i paqes. Aleluja. Shqetësimet e tuaja, thot Perëndia, thot fjala e Zotit dikun tjetër, silli shqetësimet tuaja këtu tek unë. Ç'është ajo që ju problematizon? Çfarëdo qoftë ajo që është pengesë në marrëdhënien tuaj me mua, thot Perëndia, silleni tek unë. Nëpërmjet lutjes dhe përgjerimeve me falenderim. Këtë e harrojmë nganjëherë në lutjen tonë. Zot, të lutem, merr shqetësimet e mia, merr problemet e mia dhe mbetemi në atë. Por fjala Perëndis thot ti sillni me falenderim shqetësimet tuaja. Dhe tua do të dëgjoj vëllezër që bëjnë lutje duke falenderuar Perëndin. Të falenderoj o Zot se do të më çlirosh. Të falenderoj o Zot se do të veprosh. Të falenderoj se do të më japësh përsëri fryt të bekuar dhe të shenjtë për lavdin tënde. Por falenderimi është pjesë e jetës tonë, vëllezër dhe motra. Dhe duhet që ta përjetojmë falenderimin tonë dhe lavdërimin tonë. Këto shkojnë së bashku. Duke lavdëruar Perëndin në lutjet tona, në adhurimin tonë. Bit që do të pjellësh, pas kohës që do të jesh shterpe, kalove pra që ishe shterp, por ajo periudhë ka një fund. Pas kësaj do të kesh bit e tu dhe do të thonë në veshët e tu.
E ngusht është vendi për mua. Më bëj një vend që të mund të banoj. Është i ngusht vendi, ma unë nuk isha asnjë fëmijë. E dini se të gjitha këto janë frymërore, vëllezër dhe motra. Nuk është vetëm fëmia si fëmijë, ku është edhe ajo, por janë gjëra frymërore këto. Ka Perëndia thesare të na jap, vëllezër dhe motra. Mos pak, mos e humb forcën tënde, gëzimin tënd, por vazhdo. Pas shterpësisë sate do të jap fëmijë dhe do të thonë bitë tu, më bëj vend sepse vendi është i ngushtë, sepse fëmijët e tu do të jenë të shumtë. Dhe ti do të thuash në zemrën tënde, kush mi dha dhe kush mi lindi të gjithë këto? Si erdhën të gjitha këto të mira? Ndërsa unë isha e shterp në robëri e dëbuar sa nde këtej, këto jo vetëm që kush i lindi, por edhe kush i ushqej, thot fjala Perëndis. Unë isha e vetme, e braktisur dhe ato ku ishin? I ka Zoti të ruajtura dhe është gati të na jap dhe të na i dhuroj. Do të ngrej dorën time ndaj kombëve, do të vendos flamurin tim përpara popujve. Zoti do të dërgoj ungjillin te kombët, vëllezër dhe motra. Profetizon se do të dërgoj shpëtimin në të gjitha kombët, nëpërmjet Jezu Krishtit. Do të sjell bijt e tu në përqafimin tënd dhe bijt e tua dhe bijat e tua do të jenë pranë tejet dhe do të dini se mbretërit do të jenë si baballaret tuaj. Mbretërit tuaj do të jenë baballaret, pra fjala e Perëndis dhe fryma e shenjtë. Dhe të gjithë ato që ishin kundër tejet do të vinë përpara teje dhe të bien përmbys. Por ne duam që ato njerëz, vëllezër dhe motra, dhe kushdo qoftë kundër nesh, të shpëtohen dhe të adhurojnë Zotin. Aleluja. Të adhurojnë Perëndin. Dikur në punën që punoja dhe punoj akoma, kur më rilindi Zoti, ndryshoi jeta ime dhe më kujtohet se kisha një luftë të madhe nga njerëzit e mi të afërt. Jo vetëm nga bashkëpunëtorët, por edhe nga punëdhënësit, ashtu sikur se fjala e Perëndis ecte. Një moment erdhi një bashkëpunëtore që ishte edhe drejtoresh aty, më thot Spiro, do të ndalosh të folasësh për Krishtin, do të ndalosh të lexosh ungjillin në kohët e pushimit që ke këtu, sepse dëgjohet nga lart se do të heqin nga puna. Në atë moment, thashun do të humb punën tani. Mendoj direkt nga mendimi njerëzor ky, por fryma e shenjtë erdhi dhe më kujtoi se në cilin Perëndi beson. Kush është Perëndia yt që beson? Beson në një Perëndi të vdekur apo në një Perëndi të gjallë? Në një Perëndi të gjallë besojmë, vëllezër dhe motra. Unë, Zot, thash, nuk dua të tregoj veten time, por unë dua vetëm të flas për ty, o Zot, për emrin tënd, për dashurinë tënde. Do të vazhdoj, o Zot, dhe dorëzohem në hirin tënd dhe në ty. Këtë bëra, vëllezër dhe motra, dhe me hirin e Krishtit e dini çfarë bëri Zoti. E shpëtoi atë grua, e shpëtoi. Dhe shpëtoi edhe gratë të tjera dhe njerëz të tjerë, sepse është Perëndi i plot fuqishëm. Prandaj mos ki frikë, mos e humb besimin, mos bëjmë brapa. Perëndia na dha frym forcet, nuk na dha frym friket, por frym dashuriet dhe mençuriet. Aleluja. Plaçka do të hiqet nga i forti, kush do ta bëjë këtë? Vetëm Perëndia. Dhe robërit do të çlirohen edhe pse ishin në robëri me të drejtë në robëri. Unë do t'i shpëtoj bijtë e tu, thot Zoti, dhe do ta kuptoj dhe ta njoh çdo mish, jo vetëm ti dhe unë, por e gjithë ambientit, gjithë njerëzit që janë pranë teje. Dhe mundet që sot të tallin, të përqeshin se je i Krishtit, je i Perëndis, sepse ke marrë vendimin të ndjekësh ungjillin, gjithë ato do të njohin se unë jam Zoti, thot Perëndia. Kush? Shpëtimtari yt. Çlirimtari yt.
dhe do të kërkojnë edhe ato Krishtin që të bëhet shpëtimtar i tyre, çlirimtari yt, Perëndia i Jakobit. Vëllezër dhe motra, një këshill, mos pak, mos bëjmë mbrapa. Perëndia, premtimet e tij i bën, qëndro besnik që ti marrësh deri në fund. Amen. Ήμνος 149.